Shikues e televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Prosën Kons ku takohemi së bashku si çdo të hënë. Përmbytjet janë bërë një fenomen i përvitshëm, ashtu si çdo vit edhe si vjet, për shkak të motit të keq dhe rreshjeve intensive të shiut, ka pasur problematika dhe dëme të konsiderueshme ekonomike në disa bashki të vendit sa i takon përmbytjes së tokave, banesave apo bizneseve. Por ku qëndron problemi? Pse përmbytemi? Çfarë kemi në avantazh sa i takon sistemit antipërmbytje dhe ku i kemi disavantazhe dhe që duhet të ndërhyjmë? Për diskutuar për këtë çështje kam të ftuar profesor doktor Ilir Kristo, ekspert bujqësie, pedagog në UBT. Mirë se erdha. Dhe inxhinier Arduen Karagjozi, ekspert për menaxhimin e burimeve ujore. Mirë se erdha. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Përpara se të nisim diskutimet, ndalemi pak tek avantazhet e disavantazhet që kemi nxjerrë paraprakisht sa i takon sistemit antipërmbytje në Shqipëri. Tek pros apo avantazhet përmendim një rrjet i gjerë ekzistues antipërmbytjeje, investime të pjesshme vitet e fundit dhe mbështetje nga projekte ndërkombëtare për të sistemuar, le të themi, këtë problematik që është krijuar ndër vite. Tek disavantazhet përmendim kanale kulluese të pamirëmbajtura, hidrovore të amortizuara, si dhe ndërtime të pakontrolluara, çka është një dhe nga shkaqet pse ndodhin këto përmbytje. Megjithatë, ne duam të kuptojmë thelbin. Përmbytjet janë një fenomen i përvitshëm që pavarësisht përpjekjeve ende vijojnë. Unë kam ndjekur sot e 17 vite dhe çdo vit është një histori. Pse përmbytet Shqipëria? Ndoshta jam shumë e drejtë për drejtë, ka le të themi shumë përgjigje, por në tërësi, do me thënë çfarë kemi në krahun tonë që ta konsiderojmë si avantazh dhe çfarë kemi si disavantazh? Do ta filloja me një koncept bazik, çfarë është përmbytje? Çfarë është përmbytje? Po, përmbytja është kombinimi i dy faktore, i fenomenit natyror edhe i aktivitetit njerëzor normalisht. Lumenjt kanë teritorin e tyre ku duhet të fryhen, prejnët të shkarkojnë, edhe zonat që duhet të jenë në ujë në raste të caktuara, duke futur edhe këtu pjesën e ndryshimeve klimatike, e cila i intensifikon këto fenomene. Nga ana tjetër, historikisht njerëzit kanë dashur që të kryejnë aktivitetin e tyre afër trupave ujore, afër burimeve ujore, po që në raste të caktuara vjen në një rrezik të madh. Shqipëria është një vend kryesisht malor, i ekspozuar kundrejt detit, me gati 70% të territorit malor, dhe ka një pellgu i mbledhës që e tejkalon sipërfaqen e territorit, është gati 1/3 e pellgut i mbledhës është jashtë territorit të Shqipërisë. Kjo e bën padyshim të ekspozuar kundrejt këtyre fenomeneve. Në ana tjetër, një kombinim i infrastrukturës të ndërtuar ose të pamirëmbajtur na bën që të jemi më të ekspozuar kundrejt përmbytjeve, edhe si të shohim janë po më frekuente çdo ditë, çdo vit, me një frekuencë gati më të shtuar nga ato të mëparshmet. Dakor, do t'i prekim një nga një gjithë faktorë që përmendët ju, por profesor, përqendruar më shumë edhe tek sektori bujqësor, fermerët kanë një pyetje, pse përmbyten çdo vit? Pyetja e fermerëve është shumë e drejtë dhe para se të kalojmë ke përgjigja për këtë pyetje, është mirë t'i rikthem pak fjalëve që tha kolegu. Kolegu e shef në anën inxhinierike, është shumë e rëndësishme sepse tregon burimin dhe pastaj gjithë zhvillimin e fenomenit. Por për ne nga pikpamja bujqësore, përmbytja është e lidhur edhe me një fenomen tjetër, që ne nuk e prekim sot, sepse sot jemi të fokusuar ke përmbytja, por që vjen nga këto rreshtet intensive dhe që është erozioni. Erozioni është një fenomen po kaq i dëmshëm sa dhe përmbytja, për të mos thënë më i dëmshëm se përmbytja, sepse nëse efektet e përmbytjes janë sezonale, efektet e erozionit shtrihen në shumë kohë, pra zgjasin shumë kohë. Dhe efekti i këtij erozioni, që ne shohim ka ato turbullirat e lumejve, bën që dhe përmbytja, kur vjen nga fryrja e ujëmbledhësve të bazeneve, pra e lumejve, për e tjera, të krijojë dy fenomene të rrezikshme në tokën bujqësore, pra në tokën e kultivuar. Fenomeni i parë i rrezikshëm është depozitimi i aluvioneve, që prishin
në mënyrë të konsiderueshme cilësinë e tokës. Dhe efekti dytë, ajo që është efekti primar i përmbytjes për sa i përket interesit të fermerëve, është asfiksimi i bimëve. Pra, bimët që kalojnë në përmbytje, ndoshta për një periudhë disa ditore, varet nga faza e zhvillimit të bimës dhe nga situata, po themi nga 1 deri në 4 ditë mund të azgjesohen komplet. Dhe që të azgjesohet një bimë, domethënë të përfundojnë ciklin e të azgjesohet një bimë bujësore, atëherë ne duhet ta fillojmë që nga e para procesin e kultivimit. Nganjëherë për të cilat nuk ka shumë kohë. Për shembull, nëse marrim sot Jonxha para një 2 javësh, 3 javësh ka qenë në një gjendje të shkëlqyer, po të lëvizin tokat e Shqipërisë, në zonat e përmbytura ajo mund edhe të jetë azgjesuar fare. Dhe që t'i kthehemi përsëri Jonxhës, duhet presim pranverën. Pra, domethënë është një dëm kolosal tek ana e fermerëve. Është një dëm kolosal. Nuk e kapim dot. Nëse do flasim për grurin, që është kultura më tipike e kësaj periudhe, kuptohet dëmi është po i madh, por është më lehtësisht i riparueshëm në kohë, sepse ne jemi akoma në kohë për të mbjellë grur. Pra, nëse hapet koha, ne kryejmë me shpejtësi një sër punimesh, ne mund ta rikthejmë përsëri gjendjen. Kjo është vetëm ana formale. Jo rëndësie, po dëmin i madh që përson fermeri. Biles unë kam ndjekur me vëmendje televizionin, kam parë serat e zonës Samatic, Drenovicës, pra zonat e Beratit, Dimali përfshin ato tash si bashki, kishku ujë disa 10 centimetra brenda. Që nuk ka rigjenerim për këto bim praktikisht. Nëse heqim brenda 2 ditësh, ju rekomandoj atyre që rigjenerimi bëhet. Po nëse fenomeni vazhdon pastaj për një kohë relativisht më të gjatë, pastaj problemi është i pakthysh. Po ku kemi pikat e dobta? Pra, sistemi antipërmbytje përfshin një gamë të gjerë, le të themi. Përfshin digat, përfshin argjinaturat, përfshin basenet e lumore, përfshin ujitjen dhe kullimin, që ndoshta mund të na sqarojë profesori më pas. Ku i kemi ne ato pikat të dobta që na sjellin në këtë situatë ku jemi? Unë do ta shifja pak më gjerë konceptin, është një kombinim faktorësh të ndryshëm që rezultojnë pastaj me probleme në menaxhimin e përmbytjes. Janë 3 fazat kryesore që ndiqen, normalisht është parandalimi, që lidhet me projektimin, modelimin e veprave, projektimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen. Është faza e emergjencave, kur në mënyrë të koordinuar shumë aktorë dhe shumë instrumenta duhet të vijen në lëvizje dhe të bëjnë atë pjesë të detyrave që duhet të realizojnë. Dhe është pastaj dhe rikuperimi që pak profesori e preku në lidhje me pjesën e kthimit ose të rikuperimit të dëmëve që janë dëmtuar. Këto janë në kontekstin makro. Brenda gjithë procesi janë pafund aktor, duke nisur që nga niveli politik bërës i ministrive, ku lidhet me planifikimin e buxheteve dhe të investimeve, që tek bashkitë që kanë marrë shumë kompetenca pas ligjit të decentralizimit, ku gjithë digat kanë kaluar në varësi të tyre që nga viti 2016, kanalet e dyta dhe të treta vadice janë dhe kulluese janë nën administrimin e tyre dhe ishtë lënë vetëm bordeve të kullimit, që sot janë drejtorit rajonale të ujit e kullimit, ishtë lënë kompetenca mbi kanalet kryesore, primare. Kjo është në kontekstin e menaxhimit edhe mirëmbajtjes. Edhe në fazat e emergjencave, të gjithë institucionet lokale dhe vendore kanë detyra të përcaktuara nga kuadri ligjor që duhet të ndërveprojnë në mënyrë eficiente. Pra, ndërveprimi institucional është, do thoja, zemra e procesit që mundet të na japi dështim ose sukses. Pra, këto janë, le themi, pikat e dobta nga pikpamja menaxherale. Më pas do të pyes për pjesën e investimeve, po do ndalem pak te profesori, sa rëndësishme është mirëmbajtja e kanaleve që përmendi inxhinieri, të dyta dhe treta të ujitjes dhe kullimit, për të mos pasur këto pasoja sa i takon përmbytjeve të tokave bujqësore. Sepse 70% e dëmeve aty janë kanalizuar, duam s'duam. Jo, për sa i përket përmbytjeve të
tokave. Kur flasim për përmbytje, kemi parasysh zonën e ulët, pra zonën fushore. Aty kemi problemin e përmbytjes. Arsyet i tha inxhinieri, nga mund të vinë kryesoret. Problemi është që sistemi bujqësisë, pra sistemi kanaleve, të gjitha nivelet, i treti, i dyti, kryesori që ka bordi i kullimit, ka për detyrë të largojnë në një kohë sa më të shpejt ujin që vjen nga rreshtit e shumta. Dhe motori që realizon këtë proces janë hidrovoret. Pra pothuajse gjithë sistemi jonë i ulësirës bregdetare është bazuar ke hidrovorët. Nëse hidrovorët nuk kanë kapacitet të tërheqin ujë, atëherë kuptohet që sistemi, duke qenë një sistem kapilar i lidhur me njëri tjetrin, arrin që të bllokohet dhe të mos funksionojë dhe uji, veçanërisht në pjesën të larta, të ngrihet në nivel dhe pa kaluar në përmbytje, pra pa kaluar në sipërfaqe. Dëmet në kultura bujqësore mjafton që të jetë afër sipërfaqes, më dhe mos jetë mbuluar sipërfaqes, janë të njëjta për sa i përket sistemit. Pika e dytë e rëndësishme është në funksionimin e sistemit të ujitjes është sistemi brendshëm i ngastrës, i fushave që mbjellin fermerët. Dy janë mënyrat për ta menaxhuar këtë. Janë vijat kulluese, që janë më të thjeshtat, janë dhe drenazhet që janë më të do më kërkojnë një kosto më të lartë për të ndërtuar. Në qoftë se të gjitha këto nuk vijnë në harmoni me njëra tjetrën, atëherë sistemi është i bllokuar. Nëse ne këtë gotën e ujit e mbajmë pafundësisht në çezm, kuptohet uji do të derdhet, nuk do të qëndrojë. Kështu është dhe toka në këtë standard. E shpjeguar në mënyrën më të mirë të mundshme. Dakor. Sa i takon veprave antipërmbytje, e para njëherë si janë projektuar, se di që shumica prej tyre janë shumë vjeçare, që do të thotë paraqesin problematika, kanë amortizim, profesori përmendi pak hidrovoret, janë 27 në total, ku 4 aktualisht janë në fazë rehabilitimi apo rekonstruksioni, por kërkojnë mirëmbajtje. A duhet të ketë një studim të mirëfillt për të kuptuar çfarë problematikash kanë këto vepra, ku duhet të ndërhyjmë dhe si mund të jemi më eficient për të parandaluar këtë lloj fenomeni? Ne kemi pasur fatin të trashëgojmë një infrastrukturë moderne për kohën, do thoja, përpara viteve 90, të mbrojtjes dhe kullimit të gjithë tokave bujqësore. Qëllimi kryesor, besoj në atë kohë, ka qenë në funksion të bujqësisë, pasi normalisht nuk është se ka pasur zona urbane afër zonave të vërshimit të lumejve, po këto infrastrukturë janë ndërtuar në funksion të mbrojtjes së tokave bujqësore. Janë fantastike nëse i analizojmë në kontekstin hidraulik, po të shohësh Semanin, i cili është i mbrojtur në dy krahët, lumi Gjanica që kalon përmes firit, kalon mbi një urë dhe pastaj derdhet në Seman për të ruajtur kodën dhe për mos ngarkuar fushën e cila drenazhohet në të dyja krahët me hidrovorin në jug të Hoxharës dhe në veri të Karavastas. Janë sisteme perfekte të projektuara në një kohë kur teknologjia nuk ka qenë kaq e zhvilluar sa ne kemi mundësi sot të modelojmë. Dhe sfida jonë është që t'i mirëmbajmë këto vepra, t'i ruajmë funksionalitetin e tyre. Një nyje shumë interesante për shembull është lumi Buna, ku nga lumi Drin vinë shkarkimet që vinë nga kaskadat, lumi Kir sjell në mënyrë të pakontrolluar rreshje dhe aluvione, dhe liçeni i Shkodrës, i cili derdhet nëpërmjet lumit Buna, ku bashkohen të treja në një nyje dhe më pas derdhet në det. Janë bërë në atë kohë, argjinatura mbrojti në dyja krahët. Kjo është rast specifik pasi është në një marrëveshje ndërkufitare me Malin e Zi, dhe niveli i kuotave të argjinaturëve është i vendosur bashkarisht në atë kohë, nëpërmjet një marrëveshje, besoj më duket në vitin 71 në mos gaboj, dhe vetë lumi Buna është i projektuar që të marrë maksimalisht 2200 m3 dhe pjesa tjetër lejohet që të derdhet në fushën e Trushit, duke u shkarkuar më pas nga gryka e Murtemzës. Po ta shohësh në kontekstin hidroteknik, është një vepër arti, do thoja, por që zhvillimet e mëpasme që kanë ndodhur e kanë ndryshuar situatën dhe kanë rritur riskun në kontekstin e dëmeve që mund të bëhen. Pasi nëse më përpara mundet të dëmtoheshin vetëm toka bujqësore, tashmë
dëmtojnë dhe banesa dhe zonat banuara dhe aktivitetet të tjera tregtare që mund të jenë në zonë. Ideja është që ne duhet sa më shpejt të përshtatemi me këto ndryshime, të vlerësojmë nivelet e riskjeve dhe të mirëmbajmë argjinaturat të cilat përgjithsisht degradojnë me kalimin e viteve, ndryshojnë kuotat e tyre pasi ato pësojnë ulje, në shumë raste nga ndërhyrje të palishme të personave të ndryshëm janë kthyer dhe shpesh në rrugë kalimi, hapen për të aksesuar lumin në kohën e thatë dhe nuk monitorohen në mënyrë të vazhdueshme për të evidentuar, si thua, ku janë defektet edhe pikat më të dobta. Po të shohim ngjarjet që ndodhen së fundmi, pjesa e Çukës për shembull, që është në Sarand, ajo përmbytje ndodhi vetëm për shkakun e çarjes së asaj argjinature që është përpara derdhjes së lumit në det. E shumë raste të tjera, siç ishte ajo e Tales në Lezhë dhe dëmtimet të tjera që ishin evidente në gjatë këtyre ditëve me rreshje intensive. A kemi një analizë të detajuar ne se cilat paraqesin problematika për të kuptuar ku qëndrojnë, le të themi, një analizë të caktuar për të një diagnozë të caktuar të sistemit antipërmbytje? Apo nuk e kemi akoma? Jo, Shqipëria besoj ka bërë hapa të rëndësishëm edhe në pjesën e zbatimit të kërkesave të direktivës të përmbytjeve të BE-s. Është një direktivë që trajton çështjet e përmbytjeve për gjitha vendet anëtare, të cilën dhe neve e kemi përafruar me ligjin e ri të hyrë në fuqi në vitin 2024, 29/2024 për burimet ujore. Ky ligj detyron në institucionet shqiptare për të hartuar bashkërisht planet e menaxhimit të përmbytjeve dhe kalon në 4 faza kryesore. Faza e parë është evidentimi i zonave që janë në risk. Faza e dytë është projektimi i hartave të rrezikut, të cilat përcaktojnë atë gjurmën ku uji shkon me probabilitet përsëritje prurjesh të ndryshme. Është ajo 1 herë në 100 vjet që merret si standard. Dhe faza pasaj e tretë është hartat e riskut, ku brenda këtyre gjurmëve të përmbytjeve vendosen gjithë infrastrukturët dhe vlerësohet dëmi në zonat që janë nën ujë. E cila konkludohet pastaj me hartimin e planeve të menaxhimit të përmbytjeve, që shoqërohen me një program masash dhe me detyra konkrete për secilin nga aktorët dhe institucionet përkatëse. Shqipëria është e avancuar në këtë aspekt sa i përket hartimit dhe planifikimit të këtyre dokumentave. Ka miratuar vetëm një plan menaxhimi i cili është në fuqi prej, mos gaboj, gushtit të 2024-s dhe kam përfunduar draftimi i planeve të tjera që mbulojnë janë total 46 zona të identifikuara me risk nga përmbytjet, për të cilat plani i përgatitur për drinin ka miratuar vetëm 3 dhe janë hartuar pjesa tjetër e mbetur me plane menaxhimi përmbytjes, cilat drafti ka përfunduar dhe ngelet vetëm procesi i miratimit. 46 zona janë në gjithë Shqipërinë, apo jo? Po, në gjithë Shqipërinë. I paraprake? Paraprake, po. Kjo lidhet me zonat të cilat kanë pasur historik të përmbytjeve, që kanë pasur dëme të regjistruara dhe që paraqesin një rrezik potencial. Bëhet fjalë vetëm për pjesët që shtrihen në shtretit kryesor të lumeve. Pasi më pas, mos të kaloj në temë tjetër, do të desha që të shpjegoja... Po, ja, ta konkludojmë këtë dhe pastaj kalojmë në pjesën tjetër. Profesor, këto plane që përmendi inxhinieri, sa të rëndësishme do të jenë nëse zbatohen siç duhet për parandaluar përmbytjet e tokave bujqësore? Më mirë se që përmendi inxhinieri, nuk mund ta them. Pra, kemi trashëguar vërtet një sistem kullimi goxha të mirë. Nuk jam ekspert për të thënë për sosur, por goxha i mirë, i cili që të funksionoj normalisht kërkon vetëm një ndërhyrje, pastrimin. Pastrimin e përvitshëm. Që kërkon fonde, kuptohet? Në qoftë se ne neglizhojmë pastrimin e përvitshëm, pra ta mbajmë gjithmonë standard kotat, atëherë fenomenet të tilla mund vinë të bëhen akoma më të shpeshta. Situata në teren nuk mund të them si është Terzi, po të paktën ato që kam
që shohim kur lëvizim, nëse një kanal Kullus ka kallamin 2 metrë të lartë, do të thotë ai ka 4-5 vjet pa u pastruar. Atëherë çfarë mund të presim nga një sistem i tillë, është funksional apo nuk është funksional. Ky është thelbi i mbrojtjes së tokës bujqësore, pra tokës bujqësore nga përmbytjet. Për sa i përket çështjeve tjera të planit të menaxhimit, kuptohet plani i menaxhimit nëse ne minimizojmë riskun nga përmbytjet që vijnë nga shtreti e lumeve, kjo detyrimisht pakson dhe riskun e përmbytjes tokës bujqësore, e zbogulon në mënyrë të konsiderueshme. Neve planet në fakt nuk e kemi të këqija zakonisht, por problemi është që a i zbatojmë apo se zbatojmë siç duhet, se për legjislacion nuk na mungon asgjë, jemi pa parë. Problemi është se a i vëm apo si vëm në zbatim, sepse ato shoqërohen me kosto përkatëse, ne buxhetin nuk e kemi, dhe në këtë këndvështrim pyes se sa efektive mund të jetë në kushtet ku jemi aktualisht. Në kushtet ku jemi aktualisht, një plan menaxhimi minimalisht duhet të futet në eficiencë, pra të futet në zbatim, kuptohet në bazë të burime financiare që kemi, por puna e planit menaxhimit bëhet edhe me faza. Nuk është e thënë që gjithë plani të zbatohet në periudhë në një linjë caktuar. Kush janë fazat? Fazat i përcaktojnë prioritetet, risku. Atje ku kemi riskun më të madh të përmbytjeve, atje duhet të ndërhyjmë më shpejt. Dhe risku më i madh i përmbytjes ka të bëjë jo vetëm me tokën bujqësore, ka të bëjë me aspekte tjera që inxhinieri trajtoi shumë mirë, risku në ndërtime, risku në infrastrukturë, risku që vjen veçanërisht për bregtorin, sepse nëse tham pak më parë grurin, hajde se dhe po e mbjellim, ato baktit që e ngordha nuk i zvendësojmë dot më, ose kërkohet një kosto shumë herë më lartë për të zvendësuar. Pra rrisjet nganjëherë duhen parë me prioritet. Dhe planet e menaxhimit këtë kanë prioritar. Prioritetet e gjërave që duhet të vënë në eficiencë. Dhe këto rreshjet e kësaj periudhe të vrullshme qenë, se vinë nga ndryshimet klimatike, mund të presim dhe shumë më keq, pra që ka ndodhur tash mund të presim dhe më shumë më keq. Pa diskutim. Kjo kërkon që ky sektor duhet të futet në sektorët prioritar. Nuk është më një sektor, nuk është bujqësia. Bujqësia është sektor prioritar dhe duhet të jetë sektor prioritar, por nuk është vetëm bujqësia. Është shumë më e gjerë se sa bujqësia. Dhe shumë më e gjerë se sa bujqësia derisa është kuptohet siç ata inxhinieri pjesë e planeve të BE-s. Dhe tashme që janë hapur të negociatat është edhe më e rëndësishme. Edhe një pyetje të fundit për pjesën e parë të misionit, inxhinier, cilat janë zonat më të rrezikshme, me rrezikshmëri më të lartë sa i takon përmbytjeve, jo vetëm pjesa bujqësore, po flasim harta e Shqipërisë, cilat janë ato zona që janë me të kuqe, me flamur të kuq. Unë do doja të shpjegoja 3 tipologjit e përmbytjeve që neve I ndani, i kategorizojmë. Po. E parat janë përmbytjet klasike lumore, këto që neve diskutojmë deri tani, të cilat ndodhin në pjesën përgjithsisht fundore të lumejve, ku lumejnë të fryen dhe dalin nga shtrati, që përgjithsisht pasohen nga një rritje nivelit të ujit, por në të vërtet nuk është se në rrezikojnë pjesën e jetëve njerëzore, pasi është prani ujit e cila dëmton përgjithsisht të mbjellat bujqësore, baktin dhe pjesën e ekonomisë. Këto problemi këtyre përmbytjeve, siç e shpjegoi dhe profesori, është ditët në ujë, pasi ato janë treguesi i cili dëmton edhe kulturën bujqësore. Përmbytjet e kategorisë tjetër janë këto që quhen flash floods ose përmbytjet e shpejta, që ndodhin në zona malore me pjerësi të konsiderueshme, në prenjë që janë afër zonave urbane, të cilat intensitetet të mëdha rreshjesh i kthejnë në një kohë shumë të shkurtër në prurje dhe këto ndodhin në mënyrë të befasishme, punë një gjysmore pas rrënies së shiut. I kemi parë katastrofa që ndodhin kudo në botë, përmbysje të makinave, sjellje shoqërohen me rrëshqitje të mëdha edhe me sjellje të aluvioneve drejt zonave urbane. Që mund të në rrezik dhe jetë njerëzore. Po. Kategoria e tretë është përmbytjet urbane. Këto janë përmbytje të shkaktuara plotësisht nga kombinimi i faktorëve urbanistik dhe mungesës koordinimit në pjesën e sistemit të shkarkimit të zonave urbane, që janë sistemet e largimit ujrave të shiut, ku të cilat ndodhin shpesh. Unë kam bërë
para një viti një publikim në lidhje me qytetet që janë më të riskuara kundër këtyre fenomeneve, që kam listuar Shkodrën, Durrësin, Tiranën edhe Vlorën. Siç e shohim, janë qytetet ku ndodh më shpesh bllokimi dhe mbytja e rrugëve. Vjen për faktin sepse kemi infrastruktura që projektohen në mënyrë të segmentuar, pra nuk ndërlidhen me pjesën tjetër, nuk kemi një studim të plot se si sistemet funksionojnë në mënyrë të integruar, pra projektojmë kanalizimin në një segment i rrugëve që rikonstruktohet, por nuk dihet se kjo kush kërkon dhe çfarë i vjen nga pjesa tjetër e rrugës. Pasur edhe një zhvillim pa disiplinuar ndër vite, besoj? Shumica e këtyre pikave kryesore ose nyjeve që mund të themi hidraulike bllokohen nga ndërtime, nga kalime, nga fenomene ndryshme që i hasim shpesh sot në qytetet tona. Është diçka që është nëntoksore, vihet në dukje vetëm kur kemi rreshje, nuk është në përditshmërinë tonë. Sot ishte një ditë me diell dhe shumë shpejt neve do t'i harrojmë të gjitha këto që ndodhen. Kjo është pjesa që nuk e favorizon prioritizimin e mbrojtjes nga përmbytjet, po një element tjetër shumë i rëndësishëm, i cili vite përpara ka qenë deri diku i zgjidhur, janë ato që ne i quajmë kanalet e ujrave të larta. Janë kanalet të cilat sistemojnë ujrat që vinë nga kodrat që janë rreth qyteteve dhe i udhëzojnë ato në mënyrë të kanalizuar, për të çuar në vendin e dur dhe për mos t'i shkarkuar direkt brenda qyteteve. Të tilla për shembull, ky fenomen ndodh përgjithsisht në Vlorë, pasi kodrat rreth rrotull krijojnë një kuror në afërsi me detin, rreshjet menjëherë mblidhen dhe i drejtohen pastaj qytetit. Kemi rrugë të cilat na shërbejnë si rrugë në ditë të thatë, po shërbejnë si argjinatura dhe bllokues në ditët me shi. Do merja fenomenin që ndodhi këtë vit ndoshta të parin nga përmbytje, që është në Vaun e Dejës. Ishte një përmbytje krejt jo normale në kuptimin e atyre që i mësuar në atë zonë, pasi nuk kishte shkarkime nga diga dhe s'kishte pse një prua i vogël nga një flesh flat të mund të mbyste gjithë qytetin. Një analizë që u bëra vetëm nga harta është ndërtimi i një unaze të re që aty është bërë në formë bypassi, i cili normalisht është kthyer në formë argjinature dhe është lënë një tombino që duket qartësisht që është më ngushtë nga shtrati i projit. Dhe krijon fenomene lokale që ndodhin këto lloj dëmesh. Dakor. Mirë, do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish për të diskutuar se cilat janë masat që mund të merren për të parandaluar përmbytjet.